Vëllezër e motra, të dashur bashkëluftar e bashkëveprimtar, shumë të dashura familje dëshmorëve, shumë të respektuar, e të respektuara invalid e invalide të luftës. Jemi mbledhur sot në sheshin Skënderbeg, në sheshin e këtij burri që u bë dik për kufit e Europës, që Europa mos pushtohet nga Osmanët. Jemi mbledhur sot këtu, afër Hasan Prishtinës, Pjetër Bogdanit, Nexhata Gollit, për të treguar se Hasan Prishtina u vra mu pjekërisht për liri të kombit dhe vetë. Pjetër Bogdani i dha dije e filozofi Europës. Nexhata Golli regjimi e pushkatoi si ministër vetëm e vetëm se kërkoi liri, drejtësi e barazi për popullin e tij. Dhe tani sot ne nuk themi që Europa na kishte borxh, por themi Europë, Amerikë, NATO, falënderit që filozofin e veprimtarin të njerëzve të matë mëdhej të kombit ton na i shpërblyet në përkrahje të ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe në ndërprerje të gjenocidit të mëtej të shqiptarëve të Kosovës. Prandaj, jemi mirënjohës general Clarkut me dëshminë e tij pa mohueshme dhe të pa kontestueshme. Jemi mirënjohës zëvendës sekretarit shtetit James Rubin, si dhe ambasadorit që punoi shumë në rajon për paqe e stabilitet, zotit Christopher Hill. Vëllezër e motra, nga ky shesh po i drejtohemi edhe Europës. Unë i takoj lëvizje studentore të vitit 1981. I takoj asaj lëvizje që nuk kërkonte t'u marrë dhe mohoj lirin të tjerëve, por liri e drejtësi kërkonte për shqiptarët. Shpërblimi ishte tortura, vrasje, burgosje, gjakosje, njullosje të televizjes, të rinji studentore të shqiptarëve nga regjimi i Beogradit, me fyërjet më të mëdha, terrorist, kriminal, bandit, e çka është më e keqja thuashte kundër lëvizjes studentore. Vazhdoi tërë shtypi me vitet. Çdo shqiptar që kërkonte drejtësi e barazi
njulloseshte e gjakatoseshte. Ne besojmë tek drejtësia. Ne jemi ata të cilët vëzhgonin çdo lëvizje në hapësira shqiptare. Me të dalë njësitet e para të rezistencës. Doli qëndrimet nga më njerëzore të ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Se ushtria do të respektoj të gjitha konventat ndërkombëtare mbi luftra. Respektoj vendimin se një ushtri guerile duhet të dallohet dhe vendosi simbolin e vetë që e dallonte. Se kush është ushtria qëllimtare e Kosovës? Rregull ndërkombëtar e respektuar nga ushtria qëllimtare e Kosovës. Ushtria qëllimtare e Kosovës dënonte çdo veprim fashist, çdo veprim kundër popullatës civile. Ushtria qëllimtare e Kosovës është palli veten ushtri e popullit vullnetare që lufton për lirinë e popullit të vet. Është një vërtetë e madhe që objektivin final nuk e arritëm për të ndërtuar hierarhinë. Prandaj, nuk do deshëm që akuzat që bëhen për shpinë e verë, akuza që bëhen për ndërmarrje të përbashkët kriminale, të njullosin historinë e luftës qëllimtare, e bive e bijave, më të mirë të kombit shqiptar.